Gjatë një bisede që shpejt merr për masa të mëdha brenda shtëpisë, Alba vendos të flasë hapur dhe bën një deklaratë që trondit atmosferën dhe ndes menjëherë reagime të forta. Ajo shprehet se, sipas saj, Arditi mund të jetë homoseksual dhe se ai ka më shumë pëlqim për meshkujt se sa për vajzat. Këto fjalë bien si bombë mes banorëve dhe krijojnë një situatë shumë të tensionuar. Alba vazhdon të flasë me bindje, duke thënë se Arditi, sipas perceptimit të saj, nuk ka interes për gocat dhe se sjellja e tij e ka bërë atë të dyshojë që prej kohësh. Ajo thekson se ka vërejtur detaje dhe qëndrime që, sipas saj, tregojnë se Arditi nuk ndihet i tërhequr nga vajzat si banorët e tjerë. Kjo deklaratë e saj përhapet menjëherë nëpër shtëpi dhe bëhet temë kryesore diskutimi. Atmosfera rëndohet ndjeshëm, pasi disa banorë mbeten të habitur nga fjalët e Albës, ndërsa të tjerë shfaqen të parehatshëm me mënyrën se si u trajtua kjo çështje. Disa e shohin deklaratën si provokim të panevojshëm, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si një sulm personal ndaj Arditit. Tensioni rritet dhe ndihet sikur çdo reagim i radhës mund ta përshkallëzojë edhe më shumë situatën. Arditi, i vënë në qendër të vëmendjes, përballet me një moment shumë të vështirë, ndërsa emri i tij përmendet nga të gjithë. Banorët fillojnë të flasin mes tyre, duke analizuar fjalët e Albës dhe duke u ndarë në mendime të ndryshme. Disa përpiqen ta ulin tonin dhe të shmangin përplasjet, ndërsa të tjerë vazhdojnë ta komentojnë situatën me zë të lartë. Deklarata e Albës lë një shije të rëndë në shtëpi dhe krijon një ndarje të dukshme mes banorëve. Marrëdhëniet tensionohen, diskutimet shtohen dhe kjo çështje kthehet në një nga temat më të nxehta të ditës. Situata tregon edhe një herë se sa shpejt një fjalë mund të trazojë gjithë shtëpinë dhe të kthehet në një konflikt të madh, duke vënë në provë durimin dhe nervat e të gjithëve.